Ministri i Financave Petrit Malaj ka sqaruar në kuvent çështjen e konfliktit mes shtetit shqiptar dhe kompanisë Bankers Petroleum për detyrimet e papaguara të akcizës. Sipas tij, pas një procesi gjyqësor që zgjati mbi 10 vjet dhe vendimeve të gjykatave shqiptare ndërkombëtare në favor të shtetit, administrata doganore nisi mbledhjen e detyrimit. Malaj bëri të ditur se është arritur një marrëveshje për shlyerjen me koste të rreth 30 milion eurove, ndërsa deri tani kompania ka paguar $1.5 milion sipas skemës së dakordsuar. Shtator 2014 fiksojeni datën, administrata doganore njofton shoqërinë për një detyrim akcize të papaguar në lidhje me hollusin e përdorur gjatë proceseve të hidrokarbureve, pra të nxjerrjes së naftës bruto. Detyrimi që i nxjerr në atë kohë ishte 589 milion lek. Bankers Petroleum, nisur dhe nga akti administrativ, i nxjerr nga ana e administratës doganore e kalon dhe ankimon në gjykatë pra këtë akt administrativ, duke ju drejtuar gjykatave shqiptare dhe duke e bërë këtë çështje objekt të shqyrtimeve. Pra në shtator të vitit 2014, Bankers Petroleum fillon procesin gjyqësor ndaj administratës doganore nëse hollusi apo diluenti që përdorte përgjatë proceseve hidrokarbure ishte apo jo objekt i pagesës së akcizës. Kontrata parashikon pagesën me $300.000 çdo muaj për 3 muajt e parë, me $500.000 çdo muaj për 3 muajt e mëpasshëm dhe me $973.000 për periudhën e mbetur të detyrimit, pra për periudhën e mbetur të marrëveshjes.